Përshëndetje. Një ditë e veçantë në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet. Pse? Data 21 tetor ka shumë për të dhënë dhe shumë për të thënë. Kemi hënën e re e tetorit që formohet në peshore dhe mund të ndjejmë nevojën për më shumë ekuilibër, harmoni në jetën tonë. Ka nga tjetër, meqenëse peshorja është një shenjë që jeton kryesisht në punën e vetë, në ndryshimin e madh që bën, dhe kjo thot mos duam ta prishim të rinë kështu siç janë gjërat. Dhe kjo harmoni ka të bëjë me diskutime të thella. Është një ndikim pozitiv kryesisht në nivelin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, por meqense formohet një katërkëndësh me Jupiterin dhe do bëni mirë të mos premtoni shumë ose të keni pritshmëri të larta nga gjërat që juve e keni ose doni se do të realizoni, por ndikohet shumë pozitivisht shenjës së dashit, ndikimi i dashit tek peshorja, gaforja, bricjapi, i dhjediçit të tretë dhe ose ata që kanë ascendente. Është një ditë shumë e rëndësishme për punën, për karrierën, për ndryshimet, për marrjen e vendimeve të rëndësishëm dhe kështu që kjo ditë është ditë shumë fantastike në anën tuaj, por gjithashtu është periudha që do të ndikojnë, do të ndryshojnë shumë gjëra në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Megjithatë, edhe pse nga njëra anë lozin shumë role të rëndësishme në punë, lozin gjëra që vërtet tani për tani mund të mos jetë ajo çka prisni juve, por është diçka që vërtet është koha më e mirë e mundshme dhe mjaft pozitive në gjëra të mëdha që do të ndikojnë, do të diktojnë në lidhje me punën tuaj dhe me gjërat e tjera që juve keni. Megjithatë, mundoni që t'jeni sa më korrekt, që t'jeni të fituar në çështjet e juaja. Para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite, shumë të rëndësishme me hënën e re, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashkimit të detajuar, atë kemi pikërisht këtë faqen këtu, ku mund të klikoni dhe të gjeni zgjidhje. Nxirrni një paketë, mund të zgjidhni gjithçka ju e doni, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të vlerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj mund të shkruani të dhënat, emailin, edhe pastaj jemi gati flasim për sa i përket pyetjeve që keni, parashkimit që doni dhe flasim në WhatsApp, në Viber apo në Skype, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë përgjigjen drejt për së drejti. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E shikoni dhe duke klikuar, duke ndjekur hapat një pas njëshme, jeni gati pastaj për të folur për gjithçka që intereson, për gjithçka dëshironi, për gjithçka juve keni në privat, mund të flasim atje. Dhe së shpejti është shërbimiri plus këto që kemi për ata që duan pyetje përgjigje, momente parashkimet në momentin e dur në kohën që doni, do të nëpërmjet YouTube-it, do ta kemi ata që abonohen dhe kanë benefite të tjera, do të themi në vazhdimsi si do funksionoj dhe është dhe ajo që juve dëshironi në lidhje me çështjet që juve keni. Por nëse doni që për parashkime gjithçka i keni atje pra dhe mund të klikoni për të marrë përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, meqense dashi ka një mundësi tani në këtë periudhë, duket se vërtet është koha, është momenti dhe periudha ku gjërat do të diktojnë, do të ndikojnë në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një takim shumë të rëndësishëm për sa i përket punës, për sa i përket gjërave të mëdha që keni në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh janë të mbara. Edhe pse problematika të ndryshme që mund keni pasur, është momenti i duhur për zgjidhur çështje të tjera. Vetëm me kujdes të veçantë do të bëni me akrep të dhjediçit të dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por ju të shenjës të demit duket se jeni si përmarrës të gjërave të mëdha, por mos harrojmë sepse kjo periudhë është periudha
e mundësive, e rëndësive të veçanta në fushën e karrierës suaj, në fushën e ndryshimit e vendimeve që mund të merrni në anën tuaj, është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive. Një mundësi që mund të keni dhe një kohë shumë të përshtatshme është ajo periudha, është ndryshimet dhe takimet që do të bëni. Në fushën e biznesit, nëse keni bëni me çështjet ekonomiko-financiare ose shtesë në biznes, është kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me peshore, sidomos me peshore, ku ndodh dhe hëna e re, është momenti mjaft pozitiv në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Por juve të kësaj shenje duket se edhe në periudha të ndryshme që mund keni pasur ose diçka që mund të lidhet me ekonominë, mund të lidhet me disa ndryshime, jo një dy ndryshime, por janë ndryshime shumë të mëdha që lidhet direkte, e keni mundësinë ekonomike dhe çështjet financiare për të zgjidhur problematikat e juaja. Është një mundësi shumë e mirë tani që do të zgjidhni probleme, do të zgjidhni gjëra shumë të pozitive dhe ka të bëjnë me anën e financave. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me peshore janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për sa i përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me një gjëra që do të ndryshojnë në lidhje me takimet, do të ndryshojnë me anën e pozicionin e planetave që kanë të bëjnë me çështje ekonomike financiare dhe jo vetëm. Ajo çka do të kemi mundësi që ana ekonomike financiare të zgjidhet dhe jo vetëm kaq. Por megjithatë, ajo që unë shikoj që në këtë ndikim hënor, që ju jepet mundësia dhe juve që është governatori juaj, hënere, Gaforia është në anë më të mirë të mundshme që ndonjëherë të shikoni edhe vetë juve, edhe në këtë, por edhe në çështje pune. Në dashuri, pa kujdes, mos mund nxitoni sepse gjithmonë nxitoheni për gjëra të tilla. Gafore britsap ose gafore dash bëni pa kujdes. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e luanit. Për sa përket luanëve, duket se luani është mjaft indikuar në ekonomi sepse do të thotë që vërtet tani ka kohën e vet, po megjithatë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë drejtim dhe keni gjitha mundësitë e zgjidhjes të problematikave, e momenteve që do të jepen tani tutje, e periudhave që do të keni disa ndryshime shumë të mira ekonomike, por në anën tjetër keni mundësi që çdo gjë do të zgjidhet me kohën, jo të nxitoheni, se është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo kohë shumë e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me anën e pozitivitetit dhe e korrektësisë suaj në këtë fushë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, përgatituni sepse juve keni të gjitha mundësitë, të gjitha gjërat që do të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, por një anë tjetër e mirë dhe shumë pozitive, ku disa ndryshime që do të keni në lidhje me takimet e punës, disa ndryshime që do të keni në fusha të ndryshme të ekonomisë, ka gjëra që janë pozitive, ka gjëra që juve mund të ndryshoni dhe mund të filloni diçka të re, dhe kjo është një kohë mjaft e mirë dhe pozitive në anën e biznesit. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor, ka diçka shumë të madhe, edhe një gëzim shumë i madh në familjen tuaj e prisni dhe kjo po vjen. Është diçka shumë e madhe të pozitive. Do shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e gëzimit, tek shenja e mundësisë, tek shenja e karrierës dhe indikimit të madh të ditës së sotme, që do thotë shenja e peshores. Po pse? Hëna e re, në këtë aks peshore dash, ku ndikon, ku funksionon më së miri për ndryshimet dhe rritje të mëdha në financa dhe në biznese. Po ta kuptoni se sa e rëndësishme është. Thoni,
s'ka mundësi. Por kjo është e realizueshme. Fundit çdo gjë bëhet për një farë mundësie ose diçka që mund të kemi, por gjërat që do të ndikojnë tani tutje është periudha dhe koha që vërtet i keni mundësitë, vërtet keni kohën dhe punën dhe gjërat e tjera që do të thotë që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me takimet edhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Përsa i përket shenjës së akrepëve, meqense akrepët kjo periudhë ju jep ndihmën e nevojshme për të zgjidhur çështjet problematike. Ju jep ndihmën e nevojshme për të arritur qëllimin tuaj, se vërtet i keni pasur mundësinë, vërtet keni pasur ndryshime, keni pasur çështje madhore financiare, keni pasur disa gjëra që nga ndonjëherë mund mos ishte ajo që prisni, po tani ka ardhur koha dhe momenti për të bërë zgjidhjen e duhur. Çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe Peshk është idealja, pak vëmendje me binjak të dhjetëdhjetit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarit. Përsa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët të duket se tani vërtet kanë ndryshuar gjërat, se nuk është ashtu siç kanë qenë, po është një mundësi shumë e mirë tani përsa përket punës dhe karrierës, përsa përket asaj çka mund të themi me bindje të plotë për çështjet ekonomike financiare, për ndryshimet dhe biznesit që mund të keni. Një moment shumë i mirë që është tani, kjo do të thotë që po është koha, po është periudha që juve do filloni të ndryshoni gjërat nga fillimi për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, për arsye të gjërave që do të keni, dhe kjo është diçka mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Virgjëresh dhe me Dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Britsjapi. Për sa i përket shenjës Britsjapëve, ka të bëjnë në lidhje me një çështje finance, dhe kjo do të ndryshoj, nëse do flasim për punën, se do flasim për disa gjëra të reja që do vinë gjatë rrugës, ku juve i keni mundësinë e punës, keni mundësinë e biznesit, keni mundësinë që të bëni diçka të madhe ose të zgjidhni një problem që keni pas zgjidhur më përpara, dhe kjo tani është momenti mjaft pozitive dhe tepër korrekte nga ana juaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të dhjetëdhjetit të parë, me peshor të dhjetëdhjetit të tretë, është diçka shumë perfekte dhe është një periudhë mjaft e mirë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që keni pas zgjidhur më përpara, ku një gjë, diçka që është mjaft pozitive dhe është momenti më perfekt i qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me peshore janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për juve, miqtë e mi, duket se ka disa gjëra që lidhet me ekonominë, ka disa gjëra që në anën tuaj mund të ndryshojnë anën ekonomike, mund të ndryshojnë takimet dhe jeta që do të ketë mundësi të bëni lidhjen e duhur, takimin e duhur, marrjen e vendimeve të rëndësishme në lidhje me anën e financave. Një moment mjaft i mirë ky, sepse me ndikimin e hënës re, juve jeni në rrugën e duhur, sepse keni të bëni me një shenjë ajri, dhe kjo ndodh që të merrni përsipër sipërmarrës biznesesh, është e mundur, sepse shenjat ajri gjithmonë e kanë, po qëllon që kemi një hënë re në këtë shenjë, në shenjën e peshores, ku do të jetë mundësia dhe koha e duhur për zgjidhje të problematikave dhe të çështjeve të mëdha financiare për gjëra të tjera që do të diktojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Gafore dhe me Akrep janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Përsa përket peshqeve, duket se peshqit zakonisht mundohen shumë për të qenë të qartë, të saktë, ato që ata dinë bëjnë mirë, por unë nuk do thosha që ata të mërziten për disa gjëra të vogla, sepse nuk ka vend për të shqetësuar, nuk ka vend për gjëra që mund të prishin disa ekuilibra, disa gjëra që mund të themi që çfarë do ndodhi, pse gjërat nuk vinë aty ku duhet, por një moment që është mjaft i mirë tani
është ana e pozicionit të planeteve që do të ndihmojnë në këtë aspekt dhe koha është tani e duhura për punën dhe për stabilizimin e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me akrep duke të mbara pak vëmendje do të bëni me virgjëresht të dhjediqit të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme dhe ndryshe nga ditët e tjera, bini pas kësaj dite mos i lini as një sekond e shfrytzuar, sepse data 21 me hënën e re në peshore në shenjë ajri u jep mundësi dhe nga ana tjetër tek dashi që po ka një kombinim, por një ndryshim shumë të mirë për sa përket sepse ka përballë peshore, përballë dashin dhe ndihmon shumë. Por pas të ndami bashk, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar dhe çdo gjë që dëshironi, a keni atje e shikoni pra dhe pastaj duke klikuar gjini zgjidhje, mund të blini paketën dhe shkojnë te sekretaria, atje pastaj për gjithë çka juve intereson, mund të na shkruani, të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe pastaj jeni gati për të biseduar direkt ose në privat ose dërgoni mesazh për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga Unë Rupulla, uroj më të mirën e mundshme. Jesmirat.